Më quajnë Sevasti Qirjazi. Jam bie këtij trualli, e lindur mes fjalëve shqipe që përpiqeshin të mbijetojnë në errësirën e Haresës. Si në këtë recitim të Ambresa Huseinit edhe sot nxënësit shqiptar të manastirit përpiqen të ruajnë fjalën shqipe, të mbrojnë identitetin dhe trashëgiminë e tyre gjuhësore. Në klasën e Ambresës janë vetëm 7 nxënës. Nxënësit dhe mësuesit i takuam duke bërë përgatitjet për shfaqjen para prindërve dhe mësuesve të tyre në ditën e alfabetit. Edhe pse numri i nxënësve gjithnjë shkon në ulje, 177 nxënës shqiptar në shkollën fillore Goce Delçev në manastir me fanatizëm vazhdojnë të ruajnë 36 shkronja të gjuhës shqipe. Edhe në klasën tjetër të mësuesës Jeta Selimi kanë mbetur 8 nxënës. Të gjithë i takuam teksa bënin përgatitjet për të festuar. Kemi përgatitur një grup me shkronjat. Që dhe i recitoni ditën e alfabetit? Po. Tjetër çfarë kemi përgatitur? Tjetër kemi përgatitur kënga, vallë kemi përgatitur për 22 nëntorin. Për 22 nëntorin kemi përgatitur vjersha dhe valla. Cilën lëndë do mostroni? Shqipe. Gjuhën shqipe? Po. Numri i nxënësve shkon çdo vit në rënje, ndërsa përveç mërgimit që ka zbrazur shkollën e vet me shqipe në manastir, një fenomen tjetër që është paraqitur së fundmi është ai që nxënësit shqiptar regjistrohen në shkollat fillore në gjuhën maqedonase. Mësuesja Selimi apelon që në të ardhmen nxënësit shqiptar të regjistrohen në shkollën e vet me shqipe në manastir, që të mund të mbijetojnë paralelet. Tani e dini se përgatitemi për festat e nëntorit. Sfida që na paksohet numri i nxënësve dhe këtë e kemi si problem. Jemi pakit, si që dini këtu në manastir dhe e kemi si obligim që të mbajmë shkollën tonë shqipe dhe sa më shumë që të shkruhen në shkollën shqipe, jo në shkollat tjera maqedonase, sepse kështu mbahet një komb, duke i shkruajtur të dinë të flasin gjuhën e tyre, mos e harojnë gjuhën shqipe. Prandaj edhe ekziston kjo shkollë Goce Delçev. Është shkollë e vetme në manastir dhe në fshatrat që mësojnë shqip. Në të vetme shkollë në gjuhën shqipe në manastir mësojnë gjithsej 177 nxënës shqiptar, nga klasa e parë deri në të 9-ën. Përveç uljes së vazhdueshme të numrit të nxënësve, problem shtesë mbetet edhe mungesa e kuadrit shqiptar, që detyron nxënësit shqiptar që disa lëndë t'i ndjekin në gjuhën maqedonase. Për festën e 22 nëntorit, nxënësit shqiptar të manastirit uruan të parët ditën e alfabetit shqip. Përshëndetje nga manastiri. Të ruaj